Si hikën 700.000 vetë për i javë. Pra mos bëjmë si cuba me njëri tjetrin. Mos bëjmë si trima me njëri tjetrin. Se pikërisht nga kjo jemi në këtë gjendje që jemi sot. Unë mendoj që protesta arriti qëllimin e saj në kuptimin që shkundi njëherë klasën politike shqiptare, e shkundi mirë. E shkundi mirë sepse nuk mori anë politike. Dhe mendoj që ka shkundur mirë dhe qeverinë Rama, për t'i dhënë një mësim që edhe pse ke 86 vota nuk i e zot. Dhe mendoj që Rama dhe qeveria ti duhet të reflektoj mirë mas kësaj proteste. Jo mirë, po shumë mirë. Përsa i përket gjuhës protestës, si që thash dhe më lartë, është sinqerisht nivel 0. Këto që pretendojnë që të binë një Shqipëri të re, në sytë fëmijëve, se kanë marrë dhe fëmijët aty, përdoret ajo gjuhë, QRB, vrasje, prerje, therje, tërhiqje mi zvarë, sot kanë 40 ditat. Sot kanë 40 ditat, do ta bëjnë Ramën të hudhët nga pengjerja kryeministrisë. Çaj gjuhë. Nuk është vetëm gjuha atyre. Këto që të qajnë, ai tjetri doli i the, mos e prek zërnesi, sot të t'i bëjë ropë të shtëpisë ku t'i kesh. Me të thotë, të masturbohet, që po bën një trimnit modhe aty para kryeministrisë, morin dhe fëmijët pastaj i qisin fëmijët aty se si t'gjujnë me shigjeta portretin e Edi Ramës, dhe këto njerëz do të rrisin, do të bëjnë Shqipërinë e re me brezin e ri. Pa ato fëmijë kanë bo kriminella që atë ditë që i kanë qitë me bo ato veprime në protest. Që atë ditë i kanë bo, po jo garantojnë. Sepse ne jemi bon këtë ditë pikërisht sepse kështu jemi eduku. Dhe si mas psikoanalizës, çdo ndriçim i femërisë të reflekto, nëse i rrit në një shtëpi ku të shkëlqy dhuna, mungesa e dashurisë, se nuk është puna njeriu, se ka njerëz, ka pas njerëz varfër do ketë ku do në botë, po kanë pas një mirësjellje gentlemanësh.